Tani më kemi hyrë në hapësirën e intervistës në këtë pjesë të dytë të edicionit informativ të lajmeve, ku do të ndalemi pikërisht në zhvillimet në Kosovë, zhvillimet politike atje të cilat duket në fakt se janë të vrullshme. Është interesante për të ndjekur përgjatë 48 orëve të ardhshme se cila do të jetë vendimarrja politike, duke marrë shkas edhe nga afati i gjykatës kushtetuese për një marrëveshje deri ditën e martë, më datë 28 prill. A do të arrihet apo jo, cilat do të jenë emrat që do të përzgjedhin ose emrat që do të propozohen nga të gjitha kampet politike, duke marrë parasysh edhe kërkesën e kryeministrit Albin Kurti për të dhënë 3 propozime. Unë kam kënaqësinë që për të diskutuar lidhur me të gjitha këto, të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë analistin Sadri Ramabaja. Zotëria Ramabaja, të përshëndes, shumë faleminderit që na jeni bashkuar. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Si e shikon situatën, do të arrihet ndoshta një marrëveshje e mundshme brenda 48 orëve të ardhshme, apo jemi në pikun ku sërish Kosova ose qytetarët e Kosovës do t'i drejtohen kutive të votimit? Megjithatë, nga nata e mbrëmshme kemi lëvizje. Dhe kjo lëvizje është e veshur edhe me një petk të përgjegjësisë politike. Lëvizja vetëvendosje ka propozu më në fund, megjithëse do të thosha unë me pak vonesë, ka hequr dorë nga kandidaturat e saj për postin e presidentit të Republikës, dhe këtë detyrë, këtë obligim kushtetues ja ka lënë në dispozicion opozitës. Ka bë kërkesë që opozita të propozojë 3 emra, cilët do të votoshin pastaj në